Jam me librin me poezi, shtigjeve të bashkimit, nga Myrvete Haliti Morina. Dhe po lexoj Fjala e recensetit, nga Qazim Berisha. Dashuria ndaj atë dheut që buron nga gjirma e zemrës. Të shkruash një recension për një nga poetet tona, atë dhetare Myrvete Haliti Morina, është një nder i veçantë, pasi që e tërë krijimtaria e saj letrare ka një emërues të përbashkët, atë dhe dashurinë. Vëllimi poetik shtigjeve të bashkimit që kemi në dorë është një vazhdimësi si në vëllimin e parë më mëzdheut. Edhe në këtë vëllim poetik, poetja shpreh dashurinë e madhe ndaj bukurisë së atë dheut, njëkohësisht shpreh edhe mllëfin e saj të papërmbajtur pse nuk po bëhej më shumë për atë dheut. Nga 101 poezit e këtij vëllimi poetik, dominon fryma atëdhetare. Poetja shpreh gjakimin e saj për bashkimin kombëtar, ëndër e kahmotshme e çdo shqiptari për bashkim me nën Shqipëri. Po shtohen zërat për bashkim, ëndrat tona nuk kanë kthim. Do të vijë një ditë e bekuar kur Shqipëria do të jetë e bashkuar. Gjithashtu edhe në këtë libër me poezi të poetes Myrvete Haliti Morina, shohim një gjakim që del nga gjirma e zemrës së saj të zhuritur për atë dhe. Populli tim, që e konsideroj si familjen time, pa drejtësia nuk i ishte shpikje as trellim, andaj me të drejtë kërkojmë bashkim. Gjithashtu edhe në fillim të parathënies gjejmë konstatimin e poetes që thret në unitet. Flamuri është ai që i bashkon shqiptarët, është gjëja më e shtrenjtë që e mbajmë si popull. Në prologun e këtij libri na mbushën syt lot nga ky rikujtim i fuqishëm se si duhet dashur dhe kujtuar ata që u flijuan që ne jemi të lirë. Madhështi është kur emrat e heronjve i gdhendim në dru e gur, ti mbajmë ata para syve për të mos i harruar kur. Nënës hakun nuk mundemi t'ja kthejmë kurrë, siç mund të shihet në njërin nga poezitë kushtuar nënës. Nënat falin jetë para se të jetojnë vetë. Ato jetojnë përmes nesh, brengosen ku je sot, e nesër ku do jesh. Në një poezi kushtuar mërgjimtarve, shihet shpirti djegur i nënës teksa bën lum për fëmijët që erdhën nga mërgimi. O lum nëna, të fatbardha unë, çfarë gëzimi, kush më erdhi, yjet më zbritën sot nga qielli. Një këshill për ata që dalin nga natyrshmëria e gjen tek poezia mos dil nga trungu, mjeshtërisht të thurur nga poetja. Kur flokët dhe thonjt zgjaten e dalin jashtë trungut të vet, as pak nuk shkaktojnë dhimbje kur ata i pret. Poetja e pikturon jetën në poezi me këto vargje. Ngjyra është kjo jetë, herë në ngritje, e herë ta të pjetë. Sa kapituj të jetës kemi, që s'do të donim të kenë qenë. Nuk ka më mirë se të jesh mirënjohës, sidomos ndaj njerëzve. Poetja përveç që është mirënjohëse ndaj njerëzve, ajo falenderon edhe natyrën në poezinë Pemët e oborit të shtëpisë. Shihet shpirti çiltër ku edhe kënaqet duke i kujtuar pemët dhe lulet që për ne janë një lumturi që jetojmë me to. Sa bukur kur në mesin e kujtimeve kujtojmë edhe pemët e lulet në oborin e shtëpisë, ato ishin pjesa jona, pjesë e gëzimit, lulëzimit e lumturisë. Tek poezia Bankat shkollore, shohim poetën që është mërzitur nga realiteti i bankave të zbrazura, ashtu siç u zbrazën vite më parë, kur okupatori serboslav na helmonte e dëbonte nxënësit nga shkolla e na i dogji shkollat në luftë. Tani një armik i padukshëm që quhet Covid-19 na i zbrazi bankat e na mbylli në shtëpi. Pra, poetja thur vargje dhe i përngjason shkaqet. Përsëri bankat bosh. Një herë, dy herë e tri. Në dëbime e luftë e tani në pandemi. Myrvetja ka jetuar dhe vepruar në Perëndim. Kthimi i saj ka qenë nga motivet patriotike dhe dashuria. Sigurisht nuk gjykohen të gjithë njëjtë, por poetja
ka dashur të arsyeton kthimin atë dhe me shprehjet më të bukura dhe me vargjet më të dhimbshme, që fatkeqësisht janë në realitet. Poezia titullohet Kthimi. Lulet do të çelin edhe përmbi ty. Atëherë, kur do t'jesh i fjetur në ndhe, i qetë sepse më në fund gjendesh në atë dhe. Ndër shumë poezi kushtuar Shqipërisë, edhe këtu bëhet thirrje të jemi ndërtues e jo degradues, andaj mallkimi qoftë mbi ata që punojnë në dëm të atë dheut. E vjetër sa historia, e pavdekshmja Shqipëri, e ne ndërtuesit e ri mos qofshim në jemi helmues për ty. Siç edhe mund ta shihni në këtë përmbledhje hyrëse, poetja Mirveta Haliti Morina ka një entuziazëm të madh për të kënduar poezisë lirike. Nga natyra është e qetë, andaj edhe don natyrën. Atë dhe dashuria e poetes fshihet në këtë libër, por flet edhe me vepra. Urojmë që poetja e nderuar Mirveta Haliti Morina ta ketë shëndetin e plot dhe të vazhdojë rrugën e saj të krijimtarisë letrare për të bërë heroin e pendës. Profesor Qazim Berisha, gusht 2021. Ja dhe 2 poezi nga libri. Në përbot, në oqeanin pa fund, ti ende në not, deri kur? Herë në për tokë, e herë në për qiell, herë o sa keq, e herë o sa mirë. Shpirtit rehati, kur nuk i dhe. Një këmbë në për botë, e një në atë dhe. Gjërat e thyera, gotën e krisur, gjua jeni, në shtëpi mos e mbani, se një ditë do u lëndoj, e tha populli. Gjërat të thyera nuk duhet të mbani, u tha me alegori, nga se njerëzit që thyhen nuk ju duhen në shoqëri. Shporni sa më parë ata, mos i lejoni si barë të egër, kopshtin tuaj ta tjetërsoni, ta përzjeni e ta helmoni. Nëse do gabojmë me personat që thyen, e i vendosim në krye e udhëheqësi, do rrezikojmë të mbetemi pa gjë edhe pa Shqipëri. Mirveta Haliti Morina.